Një intervistë për betimin në drejtësi e keni quajtur Albin Kurtin me një huri wikipedike. Po, absolut po. Çka po do më thonë me këtë? Se pyetja ka qenë në raport me rrugovën dhe tjetër, unë ka rarë, kom pasat me punu me gjithë, kam qenë këshilltar, përveç ti gjithë liderve jo komunistë të Kosovës. Kam hyrë si i ri në 89-90, kur është e me lu Lëvizjas. Ajo garnituri intelektuale që ka udhëheq atër ka qenë, ajo lëvizje ka qenë elitike, tërsisht elitike. Ka qenë burrat dhe gratë, djemë dhe vajzat, ma legjitim dhe ma dishëm që ka pas nivel qendror dhe nivel të komunave Kosovë, pjesa dërmu se tyrë, ma vonë edhe në luft e kanë tregu veten. Unë e kam përcjellë zotin Kurti vazhdimisht edhe në paraqitet mediale dhe kështu do të thotë. Dija ti është këta që me cilët ka ndodhur për mua, me ta kemi mësuar ta zonë shkenca shoqërore, humanitetet, një pjesë e tyre edhe në shkenca biomjekësore ta zonë, pa sikur me qenë profesion, unë ka pas një uri të përgjithshme. Zoti Kurti në paraqitet përveç me impresionu, do të thotë masën që i bën përzgjedhje, shumë kom dëgju për çështjen e rilinjës, ka total konfuzitet. Shkenca shoqërore, do të thotë problemet e historisë, se zotën me qenë, me njoft historinë e civilizimit evropian, që është ABC-ja, këtu ku jemi ne, dhe civilizimit perëndimor, kështë qenë pak ma i matur në shumë deklarata, qaj përket, do të thotë, nuk është çështje të partneritet, as pragmatizmit, por çështjeve, do të thotë, që lidhen, që pa dasht, monën të munu me kru vetën me të quë në një drejtësim politikë, nuk ka lidhe motivi, me motivi ma të mirë të mund përfundash, unë e thash, a dit, ne menojmë flamuri i sotshëm, është flamuri që ndek me minja njerëz. Nuk ka qenë kështu legjitim që është sot për gjeneratat tona, që e thot Tafil Boletin Nipi Isës, që ka qenë prezent kër është ngrit flamuri, që i ka thonë Isës shko se po dojnë ma hek këtë flamur mesor, ka desh flamurin e babës mretu, a thash, dhe bos ti, Sërembej Vlorë, që ka qenë intelektuali. Kujtimet e Sërembej Vlorës. Po të kishte hinë në vota, s'kishte fitu e flamur. Po e flamur është kalit më sëndej me lufta, me beteja për gjakshëm, dhe ka ardhë aty. Lëvizja ne marëm lëvizjen e Sat Pashës, ose lëvizjen e Shqipërisë mesme. Unë një mram, vetë Ismail Qemali, ka qenë për kantonizim, sepse atëhere ka reflektue gjendjen kulturore të kodin mental mesatar të jo të Gege Tosk, por edhe për gjatësijave regionale dhe fetare. Bota shqiptare ka qenë e ashtë për jashtë zakonisht e madh, e ka qenë projekt, pavarësia ka qenë projekt elitik, që fund e krye. Të po të ishte në për vota, do në thotë Haxhi Qamili dhe plot lëvizje tjera kishin me përfundu, do në thotë ma ndryshe, mos me qenë konjunkturat geopolitikë, se ato jenë që formsojnë formacionin politikë. Cilin do? Pej mere, cilin do shtetet të rajonit këtu? Mere Malat, Greqin, revolucionin grek, me betejën e Navarinos. Kush ka luftu atë? Ska luftu grek, ka luftu Britanesja, kanë fundos perandorisë Osmane, këtë flotë, gjysmën e flotës të Alipashës. Masani, Turqit, mere Ataturk, në mësharë revolucionin, për i marë këto venet që jem këtu, Rumunin, mere Sërbin, këmshit tonë, do thotë, Malazes, gjithë këte, sepse kanë qenë, duhet moshtë artë me i kuptu, deri në fund, geopolitike në një kuha dhe një hapsire, unë i shpesh, ka përsedim e dalë në dete, nuk është maja dalë në dete, prale, shekullit 20, geopolitika e sotshme, ndryshme për geopolitika për 20 vjetë, radikalisht, dhe sot është me kuptu orientimin e përgjithshëm Euroatlantik, i cili Sërbin nuk e shes si armik, që sheshojmë ne. Kur të kuptojsh këte, do është me kuptu se ti, në qo se i bën thu mikut me zjedh në smedhe ti, më shpero në pozit keqe, se më të thonaj atë që ti s'ki qef me ndije. Me gjithë hapsin, sepse ka rase Egjiptin mere, Kina në kohën e Kisingjerit, do thot, edhe veç hajrë kanë pa. Në momentet të caktur kur kanë ndryshu konjunkturat e momentet. Këtu do të me din me i lezu.